Të nderuar të pranishëm, të dashur miq të librit dhe artit letrar. Sot kemi privilegjin dhe kënaqësinë se jemi bashkë për të promovuar një vepër të veçantë, të mbushur me ndjenja të thella dhe mesazhe që burojnë nga shpirti i një autore të re, por një autore e pjekur në mendim dhe në ndjenjë. Libri Pingu i Shpresë i autores Edina Vajri është pasqyrë e shpirtit njerëzor, një udhtim i ndjeshëm mes sfidave, ëndrave dhe emocioneve që bëjnë jetën tonë të veçantë. Dhe Pingu i Shpresë nuk është thjesht një përmbledhje poezish, por është një dialog i hapur ndërmjet autores dhe lexuesit. Nëpërmjet vargjeve të saj, Edina na fton të reflektojmë mbi kuptimin e jetës, të përballemi me realitetin, me guxim dhe në asnjë mënyrë apo situatë mos ta humbim shpresën, pavarësisht errësirës që mund të na rrethojë. Në këtë libër, poezia dhe proza poetike ndërthyren së bashku në mënyrë harmonike, duke krijuar një rrethim të fuqishëm mbi ndjenjat universale të njeriut. Autorja përmes vargjeve të saj na mëson se shpresa nuk është thjesht një koncept abstrakt, por një forcë që mund të na mbajë gjallë edhe në momentet më të vështira të jetës. Ajo e përshkruan shpresën si një dritë që nuk shuhet kurrë, si një forcë që na shtyn përpara edhe kur rruga nuk duket qartë. Në poezinë Mos u dorëzo, ajo shkruan: Mos u dorëzo, të lutem, mos hiq dorën, ende je në kohë jetën ta përqafosh. Këto vargje janë një thirrje e fuqishme për të gjithë ata që ndihen të lodhur nga sfidat e jetës, për të mos u ndalur dhe për të vazhduar të ëndërrojnë dhe të luftojnë. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i këtij libri është trajtimi i marrëdhënieve njerëzore, veçanërisht familjes si një shtyllë e rëndësishme e jetës sonë. Dhe pikërisht në poezi Babai, autorja shpreh mirënjohjen dhe dashurinë e saj të pakushtëzuar për figurën aktësore. Dhe një varg thosh: Babi im një hero i heshtur dhe një shoki i pandar që gjithmonë më lartëson. Në të njëjtën frymë, poezia Nëna është një herët një himn për sakrificat e nënave, për dashurinë e pakufishme që ato japin pa kushte, për durimin dhe forcën e tyre të pashoqe. Edina na kujton se nënat janë figurët themelor të jetës sonë, janë burimi i parë i dashurisë dhe i mbështetjes. Poezitë dhe prozat e këtij libri prekin gjithashtu edhe temën e kohës dhe kujtimeve. Autorja shtron pyetje të thella mbi kalimin e kohës dhe ndjesitë që ajo lë pas në shpirtin e njeriut. Dhe kështu, tek harta e kujtimeve, ajo përshkruan mënyrën se si e shkuara është gjithmonë e pranishme në të tashmen, duke ndikuar në identitetin dhe në rrugtimin tonë. Një pjesë tjetër e rëndësishme e librit është edhe reflektimi mbi drejtsinë dhe padrejtsinë në botën tonë. Tek avritet papajësia, autorja padyshim ngre pyetje për fatin e njerëzve të ndershëm që shpesh vuajnë pa merit, duke e bërë lexuesin në këtë mënyrë të mendojë thellë mbi të vërtetën dhe drejtësi në shoqërinë tonë. Edina sjell një pasqyrim të realitetit tonë, ku shpesh ata që janë të drejtë dhe vuajnë, ndërsa ata që manipulojnë, që fleqpërdorin të tjerët, dalin si